të informatave edhe mungesë të një farë mos tam vetbesimi, se fakti që ka kandidu për kryetar komune është një farë vetbesimin vetvete, po një farë besimi që mundet këtë garë realisht me fitu. Me thonë që ka pak probleme mikrofonin, do ta kthej fjalën më pastaj, sërish Gashi. Matoshi, çfarë pe në debat? Objektivisht, po i bjen mu pajtu me zotin Gashi që na zakonisht nuk pajtohemi, dhe na shta është gënjyse për shikusin. Po si do qoftë, zoti Gjafer Gashi... Më konfirmoni drejt për drejt regjia nëse jemi okej me mikrofonin Matoshi, se nuk do të jemi në rregull me mikrofonin e Matoshit, okej, se thash mos u ndal mikrofonin momentin që the po pajtona me blinimin. Vazhdoj. Më qitë lajthitje edhe mu, madje. Jo, si do qoftë, lëvizja vetë vendosë që edhe në Biliq, si në shumë pjesë të atë Kosovës, është në ekspansion, në rritje. Po si kandidat për kryetar, zoti Gashi ishte domon për një shkollë, ose për një klasë, ose për një shkallë, qune që dënë mbi rezonin, mbi narrativen cilën e ka ndërtu një kryetar komune për me fitu besimin edhe për një mandat me udhëheq me Biliqin. Që është e vërteta, Gjafer Gashi e ka pas një favor, kur ka qenë me aleancën dhe qeverin Haradinaj e ka bon ligjin special për Biliqin, dhe ajo e ka ndihmu shumë, edhe si grand qeveritar, nuk më kujtohet tash dikun rreth 100 milion euro, po edhe i ka dhënë fuqi për me punu sidomos në sanimin e gjendjes që shkakton atje tymnojat e Biliqit. Dhe në këtë situatë, unë mendoj se qendra, qyteti i Biliqit, edhe fshatat natyrisht, kanë pas një dorë të sigurt që Biliqi me u trajtu, edhe jo veç si zonë speciale e Kosovës, por edhe si një qytet mesatar i tavës Kosovës, domthonjë Gjafer Gashi e meriton. Me bindjet plotë, thom, jo për shkaqe të përjardhjes politike të tij, por me bindjet